kuptëm, arsimi si zakonisht, ditë për ditë në emisionin që ka me hangër, për pas shtunëve dhe dileve, sot do të bojmë diqka pas salat, si oriz është. Edhe pse është i vogël e ka shterën e masë, kujtojnë që është i vogël e do të muzik shumë pak, po njej do të muzik si kurse ajo e marja. Kështu që arsimin e tablen që ato pak domatino, atë mishin e brive terën, kështu që do të bojmë një kombinim të salatës një të kështu të mirë. Hajde, Arsim. Qatë to do të me ble? Mishi, ble, shko, goto, do të nëngu. Supa, magi. Që nga ka për arsimi, dhe mund që kjo është pasta me formorizi, pak gjithë të qepujka apo qepëve treja, magdanaze, kjo është ufull fushe. Është diku i kujtohet, por nështë ta rinis ma pak, por na që jem pak ma në mosh uflat e fushës, mjë shumë në për livada dhe kështu që ku të përdojmë që të ufull, zakonisht nuk e përdojmë as limonin edhe diçka që është e thapë se kjo e jep shije vetë. Edhe po të pëtojmë gjithsesi që me përdor një ushqim e cila është me kohën, domethënë me stinë. Kjo është tash del në për livada dhe më vonë nuk mujna me gjithë. Për fillimisht e qesim do ujë me vlu. Me i zi pastat. Doke shumë e vogël, doke që është me të vërtet që zjetë shumë kollaj, po është njëjtë si kurse pasta penne, tagliatelle, farfalle, këtë ato format e pastave e kanë minutajën e njëjtë zirjes, po thuj se identike. Dhe më thonë, nëse penne zjetë për 9-10 minuta, këtë duhet 8, për shembull. Të lezën prap qëto. Nënë do të me lonë me vlu ujnë. Shkimi thonë si zakonisht që gjithmonë që ujë do të spari me vlu. Po para se me vlu ujë, na duhet me qitë kryp. Po para se me qitë kryp, na duhet me gjetë krypën kua. Para se me vlu ujtë, duhet me lu kryp. Derisa të vlon ujë. Na do të bojmë një kombinim të saj salatës me ufulla, qep magdanaz. Do të qesim e pak për shut viqë, por do të qesim është i brive. Edhe pse është pak me dhjam, nuk e kem dertë. Kemi edhe qesim edhe pak domate të vogla, apo domatino si qujmë ne. Dojmë një copa jo shumë të ima, dhe në copa që mundime me i gëltit shumë akallaj me i përbiq. Ma akallaj që mos me pas probleme dhe me mërtyp. Këtë këto i qesëm në një pak ma të fellë.
qepën e re, për gjetë e qepës, mujmë edhe kryjt e qepës me qitë, po unë e kom zgjedh kësaj radhe gjetën, për shkak të gjyrave, koloritit, si jetojnë, pak magdanaz, jo shumim, edhe ufullon. E mundemi ufullon me nda dhe me dorë, nuk është problemin, si me dorë, si me thikë, si me mi, po me dorë është ma kollaj dhe i të gjonë thikën, a është thika e mreta, a sështa. Mund me ndohet që nëse nuk është thika e mret, e shtyp edhe dëmëton. Dhe me qesëm ufullën pak ma tepër. Shto. Përshutën, nuk do më thonë që duhet me qenë përshuta vetëm me brive, mund me qenë edhe përshutet e thatë, përshut gjysëm e thatë, përshut gjysëm e njom, përshut deri, do më thonë nuk është ajo ne, do më thonë e madhe se çfarë përshutet do t'jenë. Po e presim këto me vlu, kur vlon kjo, ja qesim orizi, mas ne duhet me prit me vlu orizi. Qëto e qesim, ka pak si zakonisht s'kem, e kem që të farë fortere, dhe presim me vlu, ndërkohë duhet me përcjell, se mund me gufu me na u derë krejt. E tash, deri sa kjo vlon. Na i shtojmë pak vaj ulliri. Mas mirë të mi shtu vaj ulliri, po nëse nuk na qëllon përdorësh vaj ulliri, mund me qitë ndoj një vaj tjera, si vaj kollomoqi për shembull. Edhe ajo është e mirë, edhe është pak me ato, më thonë pak me adendum. E tash, që veç ka fillu me vlu, që shto duhet me përcjell, mos me gufu, mes me na u derë krejt. Masi që të vlon kjo, duhet me ftof, me ujtë ftoft, edhe me lon pak. Po mos me lon një kohë gjatë, sepse kjo mund mas të me unë gjitë mes kokrat mes veti, kështu se kjo de facto është brum. Mund me unë gjitë e mas të kemi pas të lashe për me e qkosh. Mi po jo të lashe unë, po të lashe jo. Për mes me pas ju atë të lashe. Ju, nëse e shifni që pa morë parasysh është kjo, apo është pena, makarona, në komë nënsi qka. Nëse keni pa që po ngjitet, me ujtë dëvëkt. Po, bën edhe ujtë ftof. Po ujtë e vëkt është aje që e shpërndon, e qkosh njona për tjetës. Se nëse veç, këshini me da, me një finesa di që mos me dëmtu, keni me dëmtu se ngjitet ajo, kështu që kur të ndahet, ja merr copën njona tjetër se dhe deformohet. Ja shtoni pak ujë të vëkt edhe e leni. Edhe veç e shtypni qështu pak, edhe përzini me dorë, edhe vetë ka me u qkosh prej njona tjetërës. Edhe që atëherë mas ne i mundi me përdorë. Kjo tash kur të krymë, dhe me thonë, kur të vlan kjo, eftofit, më bëj po eftofit në mënyrë pak ma të shpejt. Jo të shpejt në plot kuptimin e fjales me si po. Edhe mos me prit krejt bash muftoh me u bo bash eftof, kështu, mujmë me përdor edhe gjysmë të nxehtë. Kërkoj përzim në qëto, biberin,
harrojmë kurse si. Krypën, edhe pse ka kryp ajo. Kështu që kur të përgatitni të keni parasysh se që të dyjave duhet më qitë ka pak krype, bibera edhe qëto belmesa që keni për qëllimi qitë. Që kje veç në u ka vo, me nalë pak, që është. Edhe me eftof. Nuk di çka të gatuaj sot. Nëse nuk ke ide blije, Magi Idea për racion të ri çdo ditë që me garanci ka sukses. Sot përgatisim pasta me mishpule, presim mishin dhe skuqim, për mbajtjen e qesës e përzije me ujë dhe pam për gatim. Ktheja shtoj mishit dhe e zije. Ne vendosim pastat, shtoj mishin e pulës në salcë dhe i mbulojmë me kaçkavall. I pjekim dhe gati. Tani thuaj diçka. Diçka mahnitshëm e shijshme. Magi Idea e re për racione, mahnitshëm të shijshme çdo ditë. Shqo, për një kohë shumë shkurt, që shkapet është, për një kohë shumë shkurt. Nuk duhet me pritë shumë, dhe të ftofit kjo edhe pak, ta shëkullojmë edhe me këtë. Për këtë tjetërën, le të kullohet kjo mirë, qështu. Qështu le të kullohet pak, deri sa na e këshirëm qysh e kem. Unë këta shpe e shof që ka pak vaj. Na e shtojmë edhe pak, po ja shtojmë masi që të qesim këto. Tash e dekorojmë pak që salat, pra ufulla, që shto. Sja që jesëm krejt. E kërkojmë sa ka kryp, sa ka biber. Edhe pak vaj ulliri. Dhe më thonë që kjo është që ajo salata e pasës në formë të rizit. Thjesht, bukur, haron të mirë, shihet mirë, i bukur.